Sot kena ardhur me një vend shumë interesant për ta vizituar, një përmendore të rrallë. Po, përmendore ama të natyrës. Edhe më interesant është fakti se kjo përmendore është në qendër e në mejdan askush se di. Këtu në Shkup, në oborin e xhamisë Isa Bek, e cila daton nga periudha osmane, është ky prapa meje një rrap që vazhdon të ofroj freski për ata që vizitojnë xhamin gjatë muajve të ngrohta të verës. Emri shkencor është Qinar lindor, i vjetër rreth 550 vjeç. Njihet me emrin botanik Platanus orientalis. Këtë dru këtu e kanë mbjell Isa Begi në kohën kur ndërtua xhamia Gazi Isa Bek në vitin 1475. Në vitin 1993 ky dru i vjetër u shpall monument natyror. Ka një lartësi prej 20 metrash dhe një diametër prej 7,3 metrash. Në trungun e saj, ky rrap qinar në Isa Bek është i dyti më i vjetër në Maqedoninë e Veriut, pas atij në sheshin e tregut të qytetit Ohër, dhe është një nga 3 drunjët më të vjetër në krejt Evropën juglindore. Këto janë krejt faktet shkencore historike se vetëm një në Ohër dhe një në Qipro kanë më të vjetër se ky lys. Këtë qinar e përmend edhe zonja Lidia Bogojević në librin ku i tregon krejt trashëgimin e Shkupit nga periudha osmane. Në oborin e xhamisë ndodhet një qinar shumë i vjetër me një kuror të jashtëzakonshme, për të cilën besohet se është mbjellë që në kohën e ndërtimit të xhamisë. Kurora pak i është paku, ama sigurisht kaq kanë mujt vetë këto të xhamisë me mbajt. Kjo lip punë intenzive dhe bie ndër Ministrinë e Ekologjisë dhe drejtoritë përkatëse. Ashtu aty ka një drejtori për natyrë. Ata përgatisin ligje dhe kanë bë krejt punën për atë të Ohrit. Sigurisht tash edhe për këtë lesë të haruar këtë midis Shkupit. Këto është një lidhje e dytë me mjedisin dhe ekologjinë në Maqedoninë e Veriut. Raporti midis drunjeve me gjethet rënës dhe atyre me gjethet të përjetshme është 3:1. Mosha maksimale e drunjeve në masë të madhe përcaktohet sipas llojit të tyre, por edhe sipas kushteve në të cilën rriten. Kjo është video e parë për kujdesin dhe lidhjen me mjedisin e ekologjisë. Se e kam pikë të dobët dhe do vazhdoj të ju tregoj sende të rralla. Na ndiqni.